Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni probleme me kujtesën, mjeku zbulon sekretin që forcon trurin dhe memorien. Ushqyerja e trurit tonë është një temë e rëndësishme në botën e ushqimit dhe shëndetit dhe duhet të jetë ushqimi i trurit me cilësi të lartë, me ushqime të përpunuara, lidhet me përfitime të jashtëzakonshme që përkthehen në një cilësi më të lartë të jetesës dhe rritjes së produktivitetit, sipas Kozmopolitan. Ka ushqime që ne duhet t'i mbajmë larg vakteve tona, ushqime të tilla si pijet e gazuara, ëmbëlsira dhe biskota, të cilat lidhen drejt për drejt me trurin. Në vend të kësaj duhet të përpiqemi të përqendrohemi tek ushqimet e shëndetshme të cilat janë të pasura me antioksidant, vitamina dhe minerale, që është provuar se gjithashtu ndihmojnë me kujtesën, fuqinë dhe parandalimin e sëmundjeve. Këto janë disa nga ushqimet e shkëlqyeshme të shëndetshme për trurin, të cilat i japin një fuqi të vërtetë. Si burim i yndyrave të shëndetshme, arrat janë të mira për zemrën dhe për trurin tuaj. Ato përmbajnë një lloj acidi yndyror të famshëm omega-3. Një studim i bërë në vitin 2015 lidhet me konsumin e lartë të arrave në rritjen e aftësive njohëse, dhe salmoni gjithashtu merr të gjithë vëmendjen për elementet e shëndetshëm që ai përmban. Sipas ekspertëve, përveç se përmban omega-3, ndihmon gjithashtu edhe në uljen e niveleve të beta-amiloidit në gjak. Beta-amiloidi është një proteinë e cila ndikon negativisht në trurin tuaj deri në atë pikë sa mund të shkaktojë edhe sëmundjen e Alzheimerit, një sëmundje e cila lidhet më tepër me kujtesën dhe përqendrimin. Shafranin mund ta përdorim si erëz në gatimet tona dhe njëkohësisht si çaj. Lajmi i madh është që shafrani çon në përmirësimin e funksioneve të trurit. Karakteristikat antioksiduese të tyre janë të fuqishme. Konsumimi i tyre i përditshëm përmirëson kujtesën dhe parandalon rënjen e saj. Në përbërjen e trurit tuaj ka rreth 60% yndyrë. Lëndët ushqyese si domatja, të cilat në tretje ndihmojnë në mbrojtjen e yndyrës natyrale, janë të rëndësishme edhe për trurin. Janë një burim i mirë i yndyrave mjaft të shëndetshme dhe të acideve yndyrore omega-3, që siç e thamë edhe më parë, janë përmirësues të fuqishëm të trurit. Ulëmtimet gjithashtu kanë treguar se konsumimi i ushqimeve në ngjyrë të gjelbër ngadalson rënjen e aftësive kognitive. Këto perime të gjelbra, ashtu si brokoli, janë të pasura me vitamina A, K dhe fibra. Studimet kanë treguar se mollët në përbërjen e tyre kanë një lëndë të quajtur quercetin, e cila mbron neuronet e trurit ton nga oksidimi. Zvogëlon gjithashtu vdekjen qelizore në tru dhe inflamacionin e neuroneve. Këto janë disa ushqime që ju duhet i bëni pjesë të përditshmërisë tuaj për të patur një mendje të mprehtë dhe njëkohësisht të shëndetshme. Shëndeti i mendjes bazohet ndjeshëm në një regjim të pasur ushqimor, i cili gjithashtu është i përfshirë me produkte të cilat stimulojnë çdo qelisë të tij. Këtu ne do t'ju tregojmë disa nga vitaminat më të mira që fuqizojnë trurin dhe njëkohësisht përmirësojnë kujtesën dhe performancën tuaj mendore. Këto janë vitaminat më të mira për trurin. Vitamina A. Të gjithë ne i njohim vlerat e vitaminës A për shëndetin, por kjo vitaminë është thelbësore edhe për zhvillimin e shëndetshëm të trurit. Vitamina A zgjeron aftësinë e mendjes dhe të sistemit nervor. Ajo përmirëson ndërlidhjen mes zonës së kujtesës dhe mësimit dhe zonës së qelizave. Kjo vitaminë shërben gjithashtu edhe si një antioksidant, një mjet i fuqishëm
kundër radikaleve të lira. Burimet më të mira të vitaminës A janë spinaci, pjeshka, mëlçia dhe kajsit. Acidi folik është një nga format e vitaminës B9 dhe mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik forcon kujtesën, afatshkurtër dhe vigjilencën dhe njëkohësisht largon edhe amullin në veprime dhe letargji. Disa nga burimet më të mira të tij janë barishtet, thjerrzat, fasulet dhe njëkohësisht bishtajoret. Vitamina B6 është një nga vitaminat e kompleksit B e dobishme për një kujtesë më të fortë. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë piepri, gjithashtu mishi, dritrat e pasuruar dhe fasulet. Vitamina B12. Kjo vitaminë është jetësore për shëndetin e qelizave nervore. Ajo mban të paprekur mielinën dhe njëkohësisht mbulon fibrat nervore dhe lëshon impulse elektrike në tru. Në këtë mënyrë, kjo vitaminë parandalon gjithashtu sëmundjet e trurit. Vitamina B12 parandalon depresionin dhe luhatjet e humorit dhe rrit vigjilencën. Ajo parandalon humbjen e kujtesës. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë peshku, mishi i derit, shpendëve dhe viçi. Ju mund të përdorni edhe suplement të vitaminës B12 në farmaci. Të dhënat tregojnë se spirulina gjithashtu është e pasur me vitaminë B12. Vitamina C. Radikalet e lira janë një rrezik madhor i qelizave të trurit. Mënyra më e mirë për të parandaluar dëmin e këtyre radikaleve është marrja e antioksidantëve. Vitamina C gjithashtu e luan këtë rol të rëndësishëm edhe duke qenë se mund të ndihmojë jo vetëm në shëndetin e trurit, por edhe në sistemin tuaj imunitar dhe gjithashtu në zemër. Burimet të mira të vitaminës C janë agrume dhe bishtajoret. Vitamina D ndihmon shëndetin e qelizave të trurit dhe njëkohësisht në mirëmbajtjen e tyre. Burimet të mira të vitaminës D janë gjithashtu shpendët, mishi i viçit, djathi, peshku, mëlçia e të tjerë. Vegetarianët mund të konsumojnë kërpudha që përmbajnë vitaminën D2, një formë e vitaminës D. Drita e diellit është gjithashtu një burim mjaft i rëndësishëm i kësaj vitamine. Vitamina E. Kjo vitaminë gjithashtu mbron qelizat e trurit dhe nervave nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Dhe ndërkohë nga ana tjetër, ajo ndalon ose vonon progresin e sëmundjes së Alzheimerit, sidomos tek të moshuarit. Patatja e ëmbël, barishtet, drithrat dhe arrorët janë burime shumë të mira të kësaj vitamine. Kafeina gjithashtu mund t'ju bëjë më shumë vigjilent. Nuk ka asnjë ushqim që mund të rrisë inteligjencën e një njeriu, por disa substanca si kafeina mund t'ju japin energji dhe t'ju ndihmojnë të përqendroheni. E gjetur në kafe, çokoladë, pije energjike dhe disa ilaçe, kafeina ju jep atë ndjesi zgjimi, megjithse efektet janë afatshkurtër. Gjithashtu duhet të hani gjithmonë peshk pasi është një ushqim mjaft i mirë për trurin, kjo sepse peshqit janë të pasur me acide yndyrore omega-3 që janë shumë të rëndësishme për shëndetin e trurit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!